أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقوله أيضا وما يستوي الأعمى والبصير ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه إن الله يحب العبد المؤمن المحترف صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dini Allah subhanahu wa taala që me gjithë përpjekjet domethënë njerëzore për të interpretuar, gjithmonë mbetet e pamundur. Për faktin se Islami është një tërsi, një sistem unikat i cili o duhet të pranohet ashtu siç është shpallën dhe të interpretohet domethënë në atë mënyrë dhe të ushtrohet dhe të besohet, ose çdo përpjekje për ta ndahën edhe për të klasifikuar është një gabim i cili çon në pasojë pastaj dhe nuk e jap efektin e premtuar ose të pritur. Dhe si i tillë domethënë në kohën fundit ka mjaft probleme duke filluar nga mediat, domethënë të cilët e bojnë me qëllim, dhe atje ku përzihen politikat e huaja në islam, e kam fjalën, ose njerëz të cilët dalin zot kësaj pune dhe kanë të meta dhe deficite në njohurit bazë, domethënë të Kuranit dhe Sunetit, dhe përsëri domethënë vim te i njëjti hendek. E kam fjalën fejen pa e kuptuar siç e ka shpallë Allahu subhanahu wa taala dhe pa e praktikuar siç e praktikonte Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, si një sistem që po them unikat, që nuk përjashtohet asnjë çast, asnjë moment, asnjë veprim, asnjë miratim, asnjë deklarim, nuk përjashtohet nga Islami asgjë. Dhe është fe e cila domethënë e shoqëron njeriu gjatë tërë jetës ose 24 orë pa ndërprerje. Nuk mund të thosh se këtu jam në një moment ku feja nuk më duhet të më shoqëron. Këtu, në çket vend, në çket moment, në çket veprim, në këtë mendim, jam i pa fe. Kam të drejtën time absolute, jam i pavartë dhe bëj një veprim. Nuk ka, domethënë feja prek të gjitha fushët, kandet, nivelet, shtresat, gjinit, moshat, momentet. Kjo është shumë rëndësi. Do të thotë se kohëve të fundit gjithandej po them madje janë ka përzin çullin politika ndërkombëtare dhe ajo politika shqiptare. Edi pa dasht me cituan diçka nga ata, edi që po ndëgjojmë. Dhe dietarët tonë, do të thotë musliman, kanë bërë përpjekje që ta përshkruajnë sistemin unikat të Kurani Kerimit. Dhe ajo do të thotë feja është besim, iman, bindje, është veprim, një pjesë, dhe është moral, është sjellje, është etik, e cila harmonizohet dhe gërshetohet, do të thotë me vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, me ligjet e Zotit në kosmos, me natyrën e njeriut, me natyrën e logjikës, natyrën fizike, natyra të ndryshme, nuk bie në kundërshtim në asnjë çast, me asnjë instancë, qeliz, organizëm, dhe do të thotë ne duhet ta pranojmë si të tillë. Ne nuk mund të jemi njerëz që e dashurojmë faljen e 5 kohrave të namazit, do të thotë, si pjesë e besimit, ose ta pëlqejmë agjërimin e muajit të Ramazanit, të kemi dëshirë të udhtojmë në haxh si shtyllet e fesë, ama për shembull edhe të pim alkool, kushtimisht po them. Ose të jemi njerëz që bëjmë rezistencë amoralitetit dhe mbështesim moralin gjithandej, ama nëse vend në pyetje që dikon interesin personal dhe i kam mundësit që të korruptohem, e toleroj. Ose jam shumë i përpikt, ama për shembull i shpifi dhe i përgojoj njerëzit. Ose nuk e di, për shembull ndihmoj të varfurin,
si një besim, do të thotë fetar, skamnorin dhe ati që janë në nevojë dhe marrë pjesë në investimin e projekteve shoqërore, fetare, kombëtare, mirë ama merren, do të thotë, edhe me vjedhje, me hajni. Ose kufizohem dhe ndalem nga shumë punë që i ka ndaluar Zoti, ama jam i zhveshur. Për faktin se jam në perëndim, ku ta di unë, për shembull, demokracia, liria, ki përzierje, ki hibrid, ki seleksionim, do të thotë, nuk është fe. Këtu e kam fjalën që Allah subhanahu wa taala e ka paraqitën dinin si unikat. Dhe pse te ne nuk i jap fritet, pse ne e ushtrojmë fejen në mënyrë private, dhe sipas dëshirave, mundësive dhe qefeve, ne nuk i kemi marrë atë si një imperativ, dhe ne e atë ushtrojmë vetëm në fusha të cilat fatmirësisht janë përputhën me vullnetin dhe dëshirat dhe kapacitetet e mia. Për shembull, unë nëse jam një njerëz që vjen nga familja që nuk kanë sheh hajnave, dhe e shoh që në Kur'an Allahu hajnat nuk i don edhe nuk i pëlqen hajninë, edhe unë për mua bëhet xhet, se përputhet me me, aty. Po nëse ndodh që për shembull unë vjen nga një mjedis që është kriminal, dhe Kur'ani flet për këta, unë nuk ujdiset për qefi. A di kohën e fundit atje ka ne, edhe njerë po them, nuk po du t'i përmend. Islami politik, politika islame. Këto janë nocione që politika e jonë nuk i njohin. As nuk e din, domethënë, në zanafilën dhe paraqitjen e këtyre nocioneve. Domethënë, për herë të parë kush e ka përdor këtë në historinë njerëzore. As nuk e din se çka janë synimet dhe qëllimet me këtë shprehje. Edhe ndëgjon, domethënë, në njerëz të parë si mua të paditur, në asnjë lemi, as më pak në fushën e Kuranit dhe Sunetit, dalin flasin fjalë që i ka porositur, domethënë, investitori, kujdestari, ku ta di unë, menaxheri prej lart, edhe ki flet si papagall këtu, aty nuk e din çka ato thonë. Tash për ta ushtruar, domethënë, dinin e Zotit, sigurisht domethënë është një fe e cila thash është teori dhe praktik. Jo, i dini për shembull ka mesele të kursijes ta quaj, që janë më të zakonshme. Aty për shembull një njerëz që beson dhe nuk vepron. Dhe kemi kategori që besojnë dhe veprojnë në Islam. Aty është qëllimi i kësaj që ne po themi. Për shembull, kia njerëz që besojnë namazin dhe asnjëherë nuk kanë rënë në sejdë. Ose kia njerëz që besojnë se alkooli është haram, ama ta jetën e kanë pirë. Shembull. Ki seleksionimi që po them, që na ka sjellën neve vështirësi që duhet, domethënë, gjithherë bisedat i kemi zigzag, edhe një hap të para, një të mbas. Për ta zbërthyer kemi të dashme thonë. Allahu në Kur'an ka thonë, ajetën që e lexova, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Në përgjithësi tash, e di? Një njeri i ditur, i arsimum, qoftë në një fushë, në një lëmi, në tematik që janë i ditur. A është i barabartë me atje që janë i paditur? Në dispozitat fetare, në themelët e dinit të Zotit, në pastërtinë dhe çiltërsien e dinit të Allah subhanahu wa taala. A janë të barabartë? A janë të barabartë ata që janë të përpikt dhe me disiplinë të hekurt në rregullat e besimit, e shariatit, e praktikës, e moralit, e sjelljes, me një njeri që nuk është i përpikt, nuk është parimor, a janë të barabartë? Sigurisht nuk janë të barabartë. Tash në vazhdim Allahu ka thonë, kjo është sigur shembulli i atij që shef, domethënë ka dritën e sinjve që ja ka dhënë Zoti këtë begati, me një njeri që nuk ja ka dhënë Zoti këtë begati, që nuk sheh. A janë të barabartë një njeri që sheh me atë që nuk shef? Po nuk është i barabartë. Ky shembull, domethënë, duhet të zbatohet në shoqëri. A janë të barabartë besimtarët me ata që nuk janë besimtarë? Nuk janë të barabartë. Edhe pse tendenca ndërkombëtare, domethënë, mundohet të trajtojnë njerëzit të barabartë. Çka ka lidhje? Ti je njeriu, unë jam njeri. O morën vesh, shumë e thjeshtë. Ti je njeri, unë jam njeri. Domethënë, ti ke lind për të jetuar, unë kam një për të jetuar, s'ka dyshim. Ama janë të barabartë besimtarët me jo besimtarët? A janë të barabartë hajnat me njerëzit e realt? Renci
me atë që janë i vërtet? Hajdu ti me një njëri besnik? Ai që tradhton me atë që e përmbush premtimin? Këto forma, a janë të barabartë? Asesi dhe shumë shembuj tjerë. Po ne apo mundohemi ti trajtojmë njerëzit si të barabartë? Ne, në mesin e besimtarëve, domethënë besimtarët tash, leni besimtari me jo besimtari nuk janë të barabartë. Një besimtar i devotshëm, praktikant, ushtrues, kujdestar, a është i barabartë me një besimtar që nuk është parimor? Po nuk është i barabartë. Po ne apo i trajtojmë të barabartë? A kemi vënë shkelje tash edhe ne? Nëse ti mendon që je një njeri të cilit Zoti i ka dhënë atë mirësi e begati dhe atë udhëzim dhe e ka mbështet Zoti në rrugën e fetarizimit të quaj. Je i moralshëm, fetar, parimor, disiplinuar, modest, këtë rregull. Ama ti apo i trajton të barabartë tash ata që janë fetar dhe ata që s'janë, që janë fasika, hipokrit, mëkatar, gjunahqar? Mos e ke bën edhe ti të një shkelje tash edhe për ti janë këtë të barabartë. A janë të barabartë ata që din me ata që nuk din? Nuk janë të barabartë. A janë të barabartë ata që shohin me ata që nuk shohin? Po a janë të barabartë ata që mendojnë dhe meditojnë me ata që nuk mendojnë fare, nuk e lodhin kokën, as nuk meditojnë, as nuk mendojnë fare hiç? A janë të barabartë ata që e lodhin kokën me ata që nuk e lodhin fare? A është ndonjë shkelje që thash Islami janë një sistem, domethënë një fe më shkurt të Zotit unikat. Çdo përpjekje për ta ndarë atë sipas dëshirave dhe epsheve dhe kapaciteteve të mia, ajo është shkelje. Unë nuk mund ta interpretoj deficitet të meta të mia morale, fetare, praktike në fe, e kam fjalën. Tash ti krahasoj njerëzit me standardet e mia, tjetri i krahason njerëzit i mat me standardet e veta çdo kush. Kjo është gabim. Standardi është Kurani i Kerimi. Dhe fjala e Muhammed Mustafas sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kjo është domethënë ligji, burimi dhe themeli në Islam me të cilin ne krahasohemi ku jemi. Apo për shembull i ke 100% standardet e Kuranit dhe Sunetit dhe e merr veten e shaf sa përqind je afër standardeve të Kuranit dhe Sunetit. Ti vetë e ban një analizë, nuk ka askush nevojë me ta nxjerrën diagnozën. Ti e din ku je, çka ban, çka miraton, çka ku të di unë, çka përkra, çfarë sjellje ke, çfarë niveli, çfarë bindje, çfarë. Allah në Kur'an ka thonë, a janë të barabartë ose a është i barabartë një njeri i cili hec në rrugë me kokën ulur, që simbolizon se nuk ka pamje të lartë dhe të largët, se ka kokën ulët. Domethënë nuk është i udhëzuar, nuk e njeh qëllimin dhe synimin ku është të shku, se nuk atë e pa rrugën. Me atë i cili thot hec me shtat të drejtë dhe kokën e ngritur, që garanton, do të thot larg pamësien. Kjo është simbolika e kam fjalën. A janë të barabartë ata të hecin me kokë të ulur dhe nuk din drejtim dhe adresë dhe orientim se çka bëjnë dhe ku shkojnë, me ata besimtarë të cilët janë me shtat të drejtë dhe kokën e ngritur dhe me adresë të saktë, ala sirati mustaqim, Allah ka thonë, dhe hecin në rrugën e drejtë të udhëzimit të Zotit. A janë të barabartë? A janë të barabartë ata i cili mëngjes ngritet dhe shkon në punë dhe prej punë kur të niset e din ku vjen, në shtëpi. Dhe prej shtëpie vjen në xhami. Okej? Me ata të cilët nisen për punë dhe nuk arrin asnjëherë në punë, se nuk është i udhëzuar. Ose ai i cili del nga puna për të ardhur në shtëpi, ora 4, domethënë pasdite, kur të vjen në 4 mëngjes, se kokën e ka të ullur është i pa udhëzuar. Nuk ka destinacion, synim dhe qëllim në jetë. Nuk e ka lodhë të bekuarën këtu. Edhe ndalet në automat, në kazino, në shtëpia publike,
ndotet, përlonget ati, varfërohet, mëkatohet, sakatohet, dëshprohet krejt, dhe del edhe më i pa udhëzuar për artë familje, me probleme pastaj. A janë të barabartë ata që janë të udhëzuar dhe e di rrugën ku ecin e marshojnë, dhe e di qëllimi se ku duan të arrijnë të shkojnë e të përfundojnë, me ata të cilët nuk e din fare se çka bojnë në jetë, nëse vinë në perëndim janë të tillë, dhe nëse kthehen në vendligje janë të atill, dhe në praninë e juve jam ki, në mungesën e juve jam ai. Këto role, moska, ambalazha në kanë kushtuar. Së nësë mujmë i lujtë 100 role, unë njerë jam në xhami fetar, jam në shtëpi familjar, në kazino jam lojtar. Dikur ti lodhësh shpirtërisht, lodhësh ti s'ke kapacitete me qenë artist tanë jetën, dikur bien moskët. Dikur, më në fund, më thonë të Zoti. Subhanahu wa taala hiqen ato moska, edhe ne do më thonë merremi me originalin tënd. Ne nuk merremi me moska në ambalazha që ke pas kapacitete mi mosruan njerëzit me ndje lehtë. Prandaj, do të thonë njerëzit e ditur e të udhëzuar, Allah i ka porositën që të bashkëpunojnë në fushën e përkrahjes dhe mbështetjes, fuqizimit dhe moralizimit të njëri tjetrit. E të shndrohemi domethënë nga individ në grupe, nga grupe xhamate dhe nga xhamate në ummet. Edhe që ta kemi domethënë çmimin dhe standardet tona dhe fjalën tonë, domethënë e cila ka peshë dhe merret seriozisht nga palët pjesëmarrëse. Nëse aplikoni dinin e Zotit të ndarë, të coptuar, të sakatuar, të masakruar, dhe çdo dikush ban tendenca dhe përvoja që ta zbret dinin e Zotit në standardet e mia individuale, kjo është moja e devijimit. Nuk ju shërben as namazet e Ramazani, as kur gjo hiç. Dhe Allah subhanahu wa taala muslimanëve u tha tokën e kemi bën, domethënë, si një trashëgimi e përbashkët të gjithëve me të drejta të barabarta. Ja ku është toka e Zotit, në të cilën ne u vendosëm si përgjegjës. Dhe rrimë këmbës, të merreni do të thotë në bashkëpunim dhe koordinim botën shpirtërore, mendjen, zemrën, emocionet, dashuria e tjerë, dhe t'i kombinoni ata në shërbim të mirëqenjes tuaj dhe familjeve tuaja. Ruhuni nga sendet të cilat Allah subhanahu wa taala u paralajmëroi në Kur'an. Mos bani krime, skandale, korrupsione, keqpërdorime të detyrës, shitje të pasurive, ngrënia pasurive të tjerëve, ku ta di unë shkelja të drejtave, injorimi i lirisë, asaj kufizimi e ndjekja, mos bani kësi punë. Dhe do më thonë, merreni legjislaturën dhe Kurani Kerimi si kushtetut për muslimanët, se dita ditës do më thonën djallëzirat që po zhvillohen në botë, pa përjashtim, edhe në botën islame, e në veçanti në botën e perëndimit, do të thotë njerëzit për çdo ditë kërkojnë shpëtim tek besimi në Allahun subhanahu wa taala. Duan të strehohen dikun nga këto djallëzira, se këto s'janë as demokraci, as liri, di mos i quaj kështu, se ndoshta megjithëse ka deficite aty, ama nëse e kesh përdorin, do të thonë damtojmë. Jo, këtu s'ka lidhje me demokraci as me liri. Këtu ka të bëjë me djallëzi. Edhe besimtarët e udhëzuar që thithin, domethënë, nektarin e Kuranit dhe Sunetit, një ditë ju thashë din mirë se çdo veprim dhe organizim si e ka emrin. Kjo nuk ka demokraci, kjo është djallëzi. Mos më thuj liri dhe siguri. Kjo është amoralitet. Nga kjo, njerëzit janë të hikën në hijen e Kuranit dhe Sunetit. Por çdo ditë janë errësu shpirtrat, janë varfëruar, i kanë zhvesh, i kanë rjep, nuk e di ai përcjellni. Kur xhamu nuk u mungon, vetëm nuri i Zotit, tak në zemër, u dhezën dritat vllai mirë, po funksionon. S'pas ka qenë problemi të sociologu, psikologu, banka, punëdhënësi, liria, policia, siguria, ushtria, ajki, këtë kanë qenë dalalet, jo rrena janë këto. Vetëm duhesh me vendosën kabllin atje, te besimi në Zot, rap tak dritët. Ti e gjallë, vajzë e re, funksional, me mendje, me zemër, me shpirt të pastër, i integruar, i pavarët, i drejtuar. Bismillahirrahmanirrahim. Apo këto biseda ne kur i themi, këto janë të sakta, edhe pse se kanë këtu fjalën, këto janë,
Një ditë do të diskutoj pak më tepër për këtë, ma nuk e kam qëllimin të kjo vetëm si informacion kalimthi. E vërtet atë tjetër e hidhur është paralelja e mediave këtu që e kanë ngritë zërin e konfliktit me islamin para një ditëve këtu diku shkrujti krishterimi është më i mirë se islami. Si që çudia jo, është më e mirë për ata, definitiv, nuk ka probleme ati. Provokimi. Ai u krijoi në tokë. Si ka soll askush në tokë. Ati qoftë në këta toka edhe në ata toka atje. Kjo është filozofia e muslimanëve, geografia që nuk i njeh Kurani Kerimi kufit. Që i ka dhënë njeriut lirinë absolute. Kjo është toka në të cilën Zoti ju vendosi. Edhe u dha detyra që ta zhvilloni dhe ta vendosni drejtësinë në vend. Për të gjithë pjesëmarrësit, komunitete, ngjyra, gjuha, fes, s'ka lidhje. Drejtësia nuk ka din. Të merrem i vesh. Edhe kjo detyrë ka qenë jona, me vendos drejtësinë në vend, në tokë, kudo që jeni, fush, mal, rural, qendra, metropole, shpil kalerole. Kjo gjuha e rac, kjo gjinia e mosh, ne jemi pionirët. Edhe nga momenti kur ne kemi hekën dorë, nga qeverisja ta quaj kur ka ranë, drejtësia ka ra para se të bim ne. Edhe mo për drejtësi, mund është vetëm me afut gjumë, e di si i filozofi ka thonë, gjumi është shumë i mirë, vetëm pas mundësi ti kur disi ëndrat para se me ra me fletë, se shka do të shikoj, qëfar filma shok kur të bi me fletë. Mirë më kjo nuk ka e mundur, ma si do të e mundur, ja ras gjumë me avdes, bismillahirrahmanirrahim, me thotë Zot, me rikëthet të drejtësien e Hazreti Omerit, Alijes, e Filonit, e Fallonit, e derit e i fundit. Po kam dëshirë të shoh këto filma. Apo po do mi poan këto filma që, do më thonë, regjia është atje mbrapa Satani. Allah na uzoft, Allah na drejtoft, na fuqizoft, inshallah bëhemi do të ne pionir dhe sebeb të ndryshimit të rrjedhave për të pruar diçka në vend atje ku ka thonë Allahu se momentalisht asgjë nuk ka në vendin e vet. Që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.